Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni qendror në ekranin e News 24. Le të njihemi së bashku fillimisht me titujt kryesor. Zgjedhjet parlamentare në Hungari, pjesëmarrja rekord në votime, por Orbán është i bindur për fitoren dhe pse sondazhet po bien. Pas 21 orësh bisedime, SBA dhe Irani nuk arrin marrëveshje në Pakistan. Presidenti Trump thotë se do të bllokojmë urgjentisht të ngushticën e Hormuzit. Kundërshtuan rritjen e çmimit të karburanteve, policia shpërndan protestuesit në Irland. Besimtarët ortodoks në të gjithë Shqipërinë festojnë Pashkët. Kryepeskopi Ioani mesazh në një botë plot rrazira, lutuni për paqe. Rama në podcastin Flasim citon raportin e instrumentit të Sigma dhe OECD të Bashkimit Evropian për prokurorimet publike. Shqipëria për mirësim. Mo goditi me kozë del dëshmia për vrasje në Nikël. Eduard Afmataj pas sherrit e Qëllova me çifte. Pjesëmarrja në zgjedhjet vendimtare parlamentare në Hungari, ku përballet kryeministri i krahut të djathtë ekstrem Viktor Orbán dhe rivali i tij i qendrës së djathtë Peter Magyar, arriti në një nivel rekord për 75% në orët e pasdites. Pamje televizive nga Budapesti treguan rrafë të gjata pranë qendrave të votimit, ndërsa procesi zyrtarisht u mbyll në orën 19:00. Zgjedhjet parlamentare të ndjekura nga afër brenda dhe jashtë vendit mund të shënojnë fundin e 16 viteve në pushtet të Orbanit, aktualisht lideri më i gjatë në Bashkimin Evropian. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shprehur mbështetje për Orbanin, i njohur për lidhjet e tij të ngushta me Rusinë. Megjithatë, fushata është shoqëruar me akuza të ndërsjellta për ndërhyrje të huaja në vendin me rreth 9.5 milion banor. Orbán, 62 vjeç, i cili synon një mandat të 5 radhazi, ka transformuar Hungarinë në një model të ashtu quajtur të demokracisë jo liberale, duke ndjekur retorikën e Trump për migracionin dhe vlerat woke. Peter Magyar, 45 vjeç, ish figurë e brendshme e qeverisë, u shfaq në skenën politike vetëm 2 vite më parë dhe ka fituar mbështetje të konsiderueshme në një klim të një rritje të dobët ekonomike dhe një sistemi zgjedhor që favorizon partisë në pushtet, Fidesz. Pas lajmit që SBA dhe Irani nuk arritën një marrëveshje në Pakistan për t'i dhënë fund të luftimeve, zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance u shpreh se Irani zgjodhi të mos pranonte kushtet amerikane, ndërsa pala iraniane deklaroi se bisedimet u zhvilluan në një atmosferë mosbesimi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani nuk arritën një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës së tyre, pavarësisht bisedimeve maraton që përfunduan këtë të diel në kryeqytetin pakistanez Islamabad, duke rrezikuar një armpushim të brisht. Secila palë fajsoi tjetrën për dështimin e negociatave 21 orëshe për t'i dhënë fund luftimeve që kanë vrarë mijëra njerëz dhe kanë rritur çmimet globale të naftës që nga fillimi i tyre më shumë se 6 javë më parë. Lajmi i keq është se nuk kemi arritur një marrëveshje dhe mendoj se ky është një lajm shumë i keq për Iranin sesa për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u tha gazetarëve zëvendës presidenti J.D. Vance, kreu i delegacionit amerikan, pak para se të largohej nga Islamabadi. We go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things. Ne po kthehemi në Shtetet e Bashkuara pasi nuk kemi arritur një marrëveshje. Ne kemi bërë shumë të qarta se cilat janë vijat tona të kuqe. Irani zgjodhi të mos pranonte kushtet amerikane, duke përfshirë mos ndërtimin e armëve bërthamore. Ne duhet të shohim një angazhim pozitiv se ata nuk do të jenë në kërkim të një arme bërthamore dhe nuk do të kërkojnë mjetet që t'i mundësonin ata të arrinin shpejt një armë bërthamore. Ky është qëllimi kryesor i presidentit të Shteteve të Bashkuara dhe kjo është ajo që ne jemi përpjekur të arrijmë përmes këtyre negociatave. Takimi në Islamabad pas një armpushimi në fillim të javës ishte takimi i parë drejt për drejt SBA-Iran në më shumë se një dekadë dhe diskutimet e nivelit më të lartë që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Agjencia e lajmeve Tasnim e Iranit tha se kërkesat e tepërta të SBA-s
kishin penguar arritjen e një marrëveshjeje. Mediat e tjera iraniane thanë se kishte marrëveshje për një numër çështjesh, por se ngushtica e Hormuzit dhe programi bërthamor i Iranit ishin pikat kryesore të mosmarrëveshjes. Ministria e Jashtme e Iranit tha se bisedimet u zhvilluan në një atmosferë mosbesimi dhe dyshimi. Është e natyrshme që nuk duhet të prisnim të arrinim marrëveshje vetëm në një seancë, është shprehur zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Ministri i Jashtëm i Pakistanit, Ishaq Dar, tha se ishte e domosdoshme të ruajë armpushimi dyjavor që u ra dakord të martën, ndërsa të dyja palët u përpoqen të përfundonin një luftë që filloi më 28 shkurt me sulme ajrore nga SHBA dhe Izraeli ndaj Iranit. Ministri i Kabinetit të Sigurisë Izraelite, Zev Elkin, u shpreh se bisedimet të mëtejshme ishin ende një mundësi, por paralajmëroi se iranianët po luajnë me zjarrin. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se negociatat me Iranin që po mbaheshin në Pakistan dështuan pas Irani nuk ra dakord që të mos kishte armë bërthamore. Në një postim në Truth Social, Trump tha se për të gjitha pikat e tjera në negociat u ra dakord. Trump paralajmëroi se që nga ky moment Marina e SHBA-s do të bllokojë çdo anije që do të tentojë të hyjë ose të dalë nga ngushtica e Hormuzit, veçanërisht ato anije që i kanë paguar taks Iranit. Ai shtoi se Irani nuk do të mund të përftojë taksa të palishme në ngushticën e Hormuzit. Trump tha se për shkak se Irani nuk ka hequr dorë nga armët bërthamore, vendi është përballur me shkatërim dhe vdekjen e liderëve kryesor. Ky është 7 shkëmbim botror dhe udhëheqësit e vendeve, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk do të shantazhohen kurrë. Unë gjithashtu kam udhëzuar marinën tonë të kërkojë dhe të ndalojë çdo anije në ujërat ndërkombëtare që i ka paguar një taks Iranit. Askush që paguan një taks të palishme nuk do të ketë kalim të sigurt në det të hapur. Ne do të fillojmë shkatrimin e minave që iranianët kanë vendosur në ngushticë. Çdo iranian që qëllon ndaj nesh ose ndaj anijeve paqësore do të shkatërrohet, dërgohet në ferr, thuhet në postimin e Trump. Ai tha se bllokada ku përfshihen edhe vende të tjera do fillojë së shpejti edhe se Irani nuk do të lejohet të përftojë nga ky akt i palishëm i zhvatjes. Jemi në këtë lajm të fundit, një fëmijë rreth moshës 3 vjeç ka rënë nga balkoni i banesës së tij në një pallat në lagjen Pavarësia në zonën e Skelës në Vlorë. Menjëherë në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e urgjencës, të cilat kanë transportuar të miturin drejt spitalit rajonal të Vlorës për ndihmë mjekësore, por pa mundur t'i shpëtojnë jetën. Fëmia vdiq pas dëmtimeve të shumta si pasojë e rënjes. Nuk dihen ende rrethanat e ngjarjes dhe me kë ndodhej vogëlushi në shtëpi. Policia irlandeze ka shpërndar protestuesit në Dublin, të cilët për të 5 ditë radhazi kanë protestuar kundër rritjes së çmimit të karburantit. Protestuesit këtë javë përdorën traktor dhe kamion për të bllokuar një rafineri nafte, 2 porte dhe një numër rrugësh në të gjithë vendin. Policia irlandeze largoi këtë të diel traktorët dhe kamionët që kishin bllokuar trafikun në qendër të Dublinit për 5 ditë radhazi, në një protestë kundër rritjes së çmimeve të karburantit. Protestuesit është shqetësuar nga një rritje prej më shumë se 20% e çmimit të naftës që nga nisja e luftës SHBA Izrael kundër Iranit. Këtë javë përdorën traktor dhe kamion për të bllokuar një rafineri nafte, 2 porte, një terminal karburanti dhe një numër rrugësh në të gjithë vendin. Protestat shkaktuan ndërprerje të mëdha të transportit në Dublin dhe lanë rreth 1/3 e pikave të karburantit në vend pa karburant, duke krijuar atë që ministri i financave në Irland e përshkroi si një moment shumë të rrezikshëm për vendin. Policia të shtunën largoi bllokadën nga rafineria e vetme e naftës në vend dhe të dielën tha se kishte nisur një operacion për të larguar bllokadën e portit Galway. Qeveria ka refuzuar të negociojë me protestuesit, të cilët përfshinin fermer, shofer dhe kontraktor, por po zhvillon bisedime me grupet e industrisë bujqësore dhe të transportit në lidhje me masat për të lehtësuar rritjen e kostos së karburantit. Një sondazh në gazetën Sunday Independent tregoi se 56% e votuesve të anketuar
mbështetën protestuesit, por shumica e mbështetësve të dy partive qeverisëse i kundërshtuan ata. Besimtarët ortodoks pritën në mesnat ngjalljen e Krishtit. Në kryeqytet liturgjia e shenjtë u mbajt nga kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë Fortlumturi Ioani, i cili ndau mesazhe paqeje dhe vllazërie për besimtarët. Sheshi përpara katedrales së Ngjallja e Krishtit u të mbush me besimtarë, të cilët u lutën për shëndet dhe ditë më të mira. Krishti u ngjall. Me thënien që shoqëron festën e Pashkës, besimtarët ortodoks pritën në mesnat ngjalljen e Krishtit në liturgjinë e shenjtë drejtuar nga kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë Fortlumturi Ioani. Në mesazhin e tij dhënë për besimtarët që mbushën sheshin përpara katedrales Ngjallja e Krishtit në Tiranë, kryepeshkopi Ioan u ndalte vatrat e luftës në botë, duke theksuar se në mes të kësaj stuhie, Krishti i ngjallur përsërit paqe në ju. Kisha bën thirrje përsëri për ngjallje, këtë herë për ngjalljen e çdo shpirti. Krishti i ngjallur qëndron sot përpara nesh, si qëndroi përpara Thomait, dhe na tregon plagët e tij. Nuk i fsheh, nuk i heq, i mban për gjithmonë mbi vete si dëshmi dashurie. Këto plagë thonë, kaq shumë të desha sa që pranova dhimbjen më të rëndë për ty. Besimtarët ndezën qërind nga flaka e shenjtë në kish, sepse vetëm përmes ndriçimit të zemrave mund të arrijnë paqen dhe mirësinë në Krishtin. Rituale për kremtimin e Pashkës ortodokse janë mbajtur për gjatë gjithë javës së madhe, ku ditën e njëjtë besimtarët lyejnë vezët me bojë të kuqe, simboli përtëritjes së jetës dhe mbizotërimit të saj ndaj vdekjes. Po ashtu të njëjtën besimtarët blenë edhe një enë prej balte, simboli përbashkimit të njeriut me Zotin. Një ditë më pas, besimtarët ortodoks në të gjithë vendin kremtuan të premten e zezë, ditë që përkujton vdekjen e Krishtit në kryq. E premtja shoqërohet me daljen e epitafit nga kisha dhe kryerja e procesionit në sheshet kryesore të qyteteve. Të shtunën, besimtarët ndoqën meshën e shenjtë në mesnat, që kulmoi me ngjalljen e Krishtit, ndërsa të dielën shtrohet dreka tradicionale në familje. Pashka është data më e rëndësishme në kalendarin kristian, festë që simbolizon gjallërimin e natyrës dhe jetës. Pashka, festa më e rëndësishme në kalendarin kristian, u kremtua në të gjitha katedralet dhe kishat ortodokse në vend, ku besimtarët morën pjesë në shërbesat e shenjta që u mbajtën nga drejtuesit e mitropolive. Teksa u lutën për ditë më të mira, shëndet e begati, besimtarët morën flakën e shenjtë në kisht për ta dërguar në shtëpitë e tyre, si simboli i mbizotërimit të dritës ndaj errësirës. Besimtarët ortodoks në mbar vendin pak para mesnate ju drejtuan katedraleve dhe kishave në qytetet e tyre, ku u mbajtën meshat e shenjta të Pashkës, teksa ndezën qirind nga flaka e shenjtë. Besimtarët u përbashkuan në lutje, në kërkim të dritës, paqes, mirësisë dhe dashurisë. Besimtarët ortodoks në Korçë të imbushën ambientet e katedrales Ngjallja e Krishtit, ku ndoqën meshën e shenjtë drejtuar nga mitropoliti i Korçës, Imzot Anastasi. Të gjendur në një botë të trazuar, Imzot Anastasi theksoi se historia nuk përfundon me errësirën e varrit, pasi jeta që dhuroi Perëndia është më e fortë se çdo forcë e prishjes dhe shkatërrimit. Në çdo epokë, edhe në ato kur errësira duket se mbulon horizontin e jetës, drita e ngjalljes vazhdon të ndriçojë rrugën e njerëzimit, sepse Krishti i ngjallur është gjithçka në të gjitha. Për shqiptarët dhe veçanërisht për korçarët, gëzuar, paqe, harmoni dhe sa më shumë bekime në familjet e tyre gëzuar. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Le të jetë kjo ditë dita e paqes, e gëzimit dhe e besimit. Në Berat, shërbesa e shenjtë e Pashkës u mbajt në katedralen e Shën Dimitrit, drejtuar nga mitropoliti i Beratit, Imzot Asti, i cili ftoi besimtarët të mos e humbasin besimin në dritën e Krishtit, pasi vetëm kështu e mira mund të sundojnë mbi të keqen.
Ngjallja e Krishtit u prit edhe nga besimtarët ortodoks në Gjirokastër, të cilët u lutën për ditë më të mira në meshën e mbajtur nga mitropoliti i Gjirokastrës, Imzot Nathanaili. Në mesazhin e tij, Imzot Nathanaili u tha besimtarëve të jenë paqebërës në këtë botë që po shkatërohet nga urrejtja dhe lakmia. Festimet për Pashkën ortodokse u mbajtën edhe në mitropolinë e Shenjtë Apolonis dhe Fierit, ku në mesnatë besimtarët morën pjesë në meshën e kryesuar nga mitropoliti Imzot Nikolla, i cili ftoi besimtarët të hapin zemrat ndaj dritës së ngjalljes, pasi vetëm përmes dritës së Krishtit mund të ndriçohet jeta e tyre. Në shpresën e Krishtit për ditë më të paqta, besimtarët ortodoks në Elbasan pritën ngjalljen e Krishtit në meshën e shenjtë, të drejtuar nga mitropoliti i Elbasanit, Shpatet dhe Librazhdit, Imzot Andoni, i cili bëri thirrje për më shumë dashuri dhe mirëkuptim ndaj njëri tjetrit. Pashka ortodokse u festua edhe nga besimtarët në Durrës, Vlorë, Sarandë dhe Shkodër. Gjatë shërbesës së shenjtë së shtunës, besimtarët ndezën qirin që i morën me vete në shtëpitë e tyre në shenjë mbarësie. Një domethënie të veçantë, bartë ngjyrja e vezëve me të kuqe, simboli i sakrificës së Jezu Krishtit për njerëzimin. Politikanos shqiptar kanë përcjellë urimet e tyre për besimtarët ortodoks në ditën e Pashkëve, duke uruar për më shumë paqe e begati për ta. Urimet për besimtarët ortodoks në ditën e ngjalljes së Krishtit, presidenti i vendit Bajram Begaj dhe kreu i kuvendit Niko Peleshi i përcollon nga Korça. Qoftë një Pashkë e bekuar për gjithë besimtarët, por edhe për gjithë shqiptarët. Uroj që drita e qirit e marë mbrëm në kish, të ndriçoj zemrat e çdo individi, të çdo besimtari, të gjithë shoqërisë tonë, dhe të bëhemi më të mirë me njëri tjetrin, më solidar me njëri tjetrin dhe më të mbarë për njëri tjetrin. Dita e Pashkës është një ditë e gëzuar, një ditë mirësie, dhe do të uroja që mirësia e këtyre ditëve të përhapet në gjithë qytetarët e Korçës, gjithë Shqipërinë, gjithë shqiptarët kudo që jetojnë, Pashkë të mbara dhe ditë të paqta të pasojnë. Në selinë e Kishës Ortodokse Shqiptare, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha përcolli urimet për Pashkët për të gjithë besimtarët. Besimtarëve ortodoks dhe të gjithë besimtarëve të Zotit, ju uroj këtë ditë Pashkë, ditë e shenjtë, e ngjalljes së Krishtit mbret, e qytetërimit perëndimor. Uroj që Pashkën tjetër ta kremtojmë paktet keqet më të madhe që na ka rënë hise këto vite. Për më shumë paqe e mbarësi uroi besimtarët ortodoks edhe sekretari i Partisë së Lirisë Edi Blushi. Jemi të bindur që Pashkën e ardhshme do ta festojmë më mirë, për vetë faktin se Pashka simbolizon ngjalljen e shpresës, triumfin e së mirës ndaj së keqes, së dritës ndaj errësirës, dhe sado e keqja të duket e pamposhtur, është e sigurt që e mira dhe drita do të triumfojë gjithmonë. Ndërkaq në një postim në rrjetet sociale, uroi besimtarët ortodoks edhe kryeministri Edi Rama, i cili publikoi gjithashtu edhe një video nga mesha e mesnatës në Kishën e Dërmiut. Besimtarët ortodoks kanë festuar Pashkën në të gjithë botën. Pelegrinë të shumtë dhe vendas u mblodhen në Jeruzalem për të festuar ceremoninë e zjarrit të shenjtë, ceremoni që simbolizon ringjalljen e Jezuit. Ndërkohë Pashka është festuar dhe në Ukrainë, teksa presidenti rus Vladimir Putin shpalli armë pushim nga e shtuna pasdite deri të dielën në mesnatë. Besimtarët ortodoks mbërritën në kishën e varrit të shenjtë në Jeruzalem më 11 prill për të festuar ceremoninë e zjarrit të shenjtë. Kjo ceremoni konsiderohet një mrekulli që simbolizon ringjalljen e Jezusit, që ndodh të shtunën e madhe, ditën para të dielës së Pashkës ortodokse. Pas shumë orësh pritjeje, patriarku ortodoks grek doli me një qiri të ndezur për të cilin besohet se është ndezur nga zjarri i shenjtë. Flaka u kalua më pas nga një person në tjetrin rreth kishës, te të krishterët vendas dhe te pelegrinët e huaj që prisnin në rrugët e ngushta aty pranë.
Varri i shenjtë ndodhet në zemër të lagjes së krishterë të qytetit të vjetër në Jeruzalemin lindor. Sa kaq, zjarri i shenjtë nga Jeruzalemi mbërriti në Athinë mbrëmjen e së shtunës, nën masa të rrepta sigurie, duke vazhduar një traditë të gjatë të Pashkës Ortodokse. Flaka u prit në aeroportin ndërkombëtar të Athinës, përpara se të nisej me fluturime speciale në 11 destinacione në të gjithë vendin. Autoritetet greke theksuan se u zbatuan masa të rrepta sigurie për dërgimin e sigurt dhe në kohë të zjarrit të shenjtë në famullit në të gjithë vendin përpara meshës në mesnatë. Sipas zyrtarëve grek, u realizua një mision i koordinuar me kujdes, që përfshinte një delegacion të kryesuar nga zëvendës ministri i jashtëm grek, i cili mori pjesë në ceremoninë në kishën e Varrit të Shenjtë dhe mori dritën e shenjtë nga patriarku Teofilos III i Jeruzalemit. Hristos Vaskrese! Hristos Vaskrese! Ndërkohë, armëpushimi me Ukrainën për Pashkën Ortodokse, i shpallur nga presidenti rus Vladimir Putin, nisi të shtunën pasdite dhe përfundon të dielën në mesnatë. Të njëjtën, Putin njoftoi një armëpushim për të shënuar festën e Pashkëve Ortodokse, një veprim i mirëpritur nga Kisha Ortodokse ruse. Ministri i Mbrojtjes i Rusisë, Andrei Belousov, dhe shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura ruse, Valeri Gerasimov, udhëzuan të ndalonin të gjitha operacionet luftarake përgjatë çdo fronti gjatë kësaj periudhe. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se edhe Kievi do të respektojë armëpushimin. Ukraina do t'i përmbahet armëpushimin dhe do të përgjigjet në mënyrë rreptësisht reciproke, shkroi Zelensky në rrjetin social X. Kardinali i dytë shqiptar Ernest Simoni Troshani në 70 vjetorin e shugurimit të tij meshtarak po kryen vizita në Kosovë dhe Shqipëri, ku ka mbajtur mesha të shenjta në disa kisha të vendit, i shpallur martir i Kishës Katolike dhe i nderuar nga Vatikani. Eminenca e tij u ndal dhe në katedralen Nën Tereza në Vaun e Dejes, ku përcolli mesazhe për besimtarët, duke vënë theksin te dashuria ndaj familjes. Në 70 vjetorin e shugurimit meshtarak, kardinali shqiptar Ernest Simoni Troshani po kryen vizita në Kosovë dhe Shqipëri, ndërsa të shtunën mbrëma u ndal në dioqezën e Sapos, ku prit nga qindra besimtar në katedralen Nën Tereza në Vaun e Dejës. Kardinali 98 vjeçar, i konsideruar si martir i gjallë i Kishës Katolike, në fjalën e tij gjatë meshës së shenjtë, u ndal te rëndësia e familjes, duke bërë thirrje për më shumë respekt ndaj grave dhe prindërve. Familja duhet të shajte. Gruaja me punor në kishë, pse ka hyrë një fantasi e kishë fort për katolikët në Europë e në ndonjë vend tjetër. Bashkëtojnë, janë tantë mallkuar shkurt. Me bëmë e ardeka, rëzikoj të fundin e farët. Mjerisht njën edhe fjallë shumë ta, për nërën e gradë shkreta, sa veta rohen, ndahen, veriten, fosat jallit. Do një gratë tuja, o burra, si e ka dasht Krishti kishën, të dalë gjithë gjakun edhe të për tem. Përse gruja është e pasqyra e jesë, e dhanë për të mazët, e gzimi i gjithë të zimit. Eminenca e tij, kardinali Ernest Simoni Troshani, nga katedralja e Nën Terezës në Vaun e Dejës, apeloi për më shumë ndihmë ndaj të varfërve dhe të pamundurve. Të japin dorën njëri tjetrit, përshëhohen, të ndihmojnë gjithë varfrit. Martin e Shirove është martinja e bujarëve që kanë ndihmuar të varfrit. A do na futën në arkën e kushimit, e pjetë varfërve, e do shtish paramshim në shtëpinë tonë, familjen tonë, në fiqen tonë, në shtetin tonë. Kardinal Troshani u lut për paqen në mbar botën që po kërcënohet nga luftrat, teksa vuri theksin të rëndësia e harmonisë dhe dashurisë. Emocionues ishte edhe takimi i tij i veçantë pas shumë vitesh me murgeshën gjermane Gratia Sëruf, e cila dikur është kujdesur për priftin e atëhershëm, sot kardinal, që përpos moshës shërbente bashkë me murgeshën katolike me varfërisë në zonën malore të Fusharzit. Kryeministri Edi Rama këmbgul se korrupsioni në Shqipëri është ulur, duke cituar dhe një raport nga Bashkimi Evropian për prokurorimet publike në podcastin Flasim. Rama tha se do të ketë një skem të re për pensionet.
Kryeministri Rama u shpreh se Shqipëria gjatë këtyre ditëve mori raportin Sigma për prokurimet publike, duke hedhur poshtë sipas tij çdo akuzë për rritje të korrupsionit. Dua të ndaj me ju kënaqësinë e marrjes këto ditë të një raporti shumë domethënës të Bashkimit Evropian përmes instrumentit të përkatës të Sigmas dhe OECD-s që ka analizuar edhe panoramën e përgjithshme të prokurimit publike në rajonin tonë, ku Shqipëria spikat me përmirësimet e saj. Në podcastin e tij Flasim, Rama prezantoi një skemë të re të rritjes së pensioneve. Kreu i qeverisë u shpreh se shtesa e këtij viti do të dyfishohet çdo vit, ndërsa krahas kësaj do të ketë edhe një skemë tjetër komplementare për të gjithë ata që duan të rrisin pensionin e tyre. Çka është rritur në këtë janar do të dyfishohet në janarin e ardhshëm, do të trefishohet në janarin e 2028-s, do të katërfishohet në janarin e 2029-s dhe do të pesëfishohet në janarin e 2030-s. Po përgatisim dhe një kolon tjetër të skemës së pensioneve. Çdo punonjës që zgjedh kontriboi me një shumë të vogël nga paga e tij, për shembull 1 euro në muaj, do të ketë një kontribut të barabartë nga pala tjetër, shteti ose punëdhënësi në sektorin privat. Rama u shpreh se nga qershori do të rriten sërish pagat e mjekëve dhe disa kategorive të tjera të punonjësve shëndetësor. Në dëshminë e dhënë para grupit hetimor Eduard Afmataj dha detaje mbi konfliktin me Artur Çangun që u përmbyll në mënyrë tragjike me vrasjen e këtij të fundit. Afmataj deklaroi se gjatë debatit Artur Çangu e goditi me një kos në krah dhe më pas ai u kundërpërgjigj, duke marrë armën e gjahut dhe e qelloi duke e lënë të vdekur në vend. Autori i vrasjes së 48 vjeçarit Artur Çangu në fushkruj Eduard Afmataj dha dëshminë e parë para grupit hetimor, ku rrëfeu dinamikën e ngjarjes. Burimet bëjnë me dije se Eduard Afmataj deklaroi se fillimisht mes tyre ka pasur një konflikt verbal, ku më pas sipas autorit, viktima Artur Çangu e ka goditur me një kos të vogël në krah. Pas kësaj Eduard Afmataj ka deklaruar se ka marrë çiften dhe ka qelluar 48 vjeçarin duke e lënë të vdekur. Menjëherë pas krimit të kryer, ky i fundit ka lajmëruar policinë, duke i treguar për krimin e kryer dhe më pas është larguar. Afmataj u arrestua pa u mbushur 24 orë nga ngjarja në vendin e quajtur Bruzmal në malsinë e Krujës, ndërsa ishte fshehur në një banesë të vjetër të braktisur. Sipas burimeve në momentin e arrestimit, Afmataj nuk ka bërë rezistencë ndaj forcave të policisë, ndërsa arma e krimit ende nuk është gjetur. 33 vjeçari Eduard Afmataj kishte lidhje familjare me viktimën, pasi ai është dhëndër te kushërinte e Çangut, por palët prej rreth 2 vitesh kishin konflikt pronësie. Dyshohet se shkak i vrasjes u bë një konflikt i çastit për parkimin e makinës së viktimës. Ngjarja ndodhi në momentin kur 48 vjeçari kishte shkuar te banesa e prindërve dhe kishte parkuar automjetin pranë saj. Afmataj ka dalë nga banesa e tij dhe ka debatuar me të, duke pretenduar se automjeti kishte bllokuar rrugën. Fillimisht palët u konfliktuan fizikisht dhe më pas Afmataj mori një armë gjaut tip çifte dhe e qelloi 48 vjeçarin duke e lënë të vdekur në vend. 2 vëllezër përfunduan në prangat e policisë së Durrësit pasi akuzohen se prodhonin dhe shpërndarnin drogë sintetike në formë karamelesh pranë shkollave. Operacioni i koduar Shije e Hidhur përfundoi me arrestimin e shtetasve Ledio dhe Rubin Lemeti, përkatësisht 20 dhe 25 vjeç, të dy të lindur në Kavaj dhe banues në Tiranë. Policia e Durrësit tha se ka shpallur në kërkim shtetasin me iniciale XL 20 vjeç, banues në Tiranë. Këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin prodhonin lëndë narkotike sintetike në formë gjelatine. Gjatë kontrollit të ushtruar ndaj shtetasit Ledio Lemeti pranë bllokut të shkollave, shërbimet e policisë i gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 50 paketime me lëndë narkotike të përpunuara në formë karameleje me peshë 650 gram. Nga kontrolli i ushtruar në banesën e këtyre shtetasve në Tiranë u gjetën gjelatinë në formë karameleje, lëndë narkotike kanabis, 550 gram material sintetik i gatshëm për prodhimin e karameleve sintetike me lëndë narkotike, një peshore elektronike, kallop plastik si dhe përbërës të ndryshëm që shërbejnë për prodhimin e drogës. Nga ana e seksionit për hetimet e narkotikëve në bashkëpunim me prokurorin, vijon puna për identifikimin dhe dokumentimin e shtetasve të tjerë
të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Mosvënia e kontenjerëve nga Bashkia Kurbin për hedhjen e veturinave ka shkaktuar ndotje të madhe mjedisore në brigjet e lumit Mat pranë fshatit Skuraj. Nga mbetjet urbane tek ato spitalore, niveli i ndotjes në zonë është alarmant, ndërsa banorët u bëjnë thirrje autoriteteve të marrin masa për pastrimin e zonës dhe vendosjen e kontenjerëve. Mungesa e kontejnerëve për hedhjen e mbetjeve urbane në fshatin Skuraj të Kurbinit ka bërë që banorët dhe bizneset i hedhin veturinat kudo, duke shkaktuar një masakër të vërtet mjedisore. Siç shihet edhe përmes këtyre pamjeve të siguruara nga News 24, në mjedis të hapur janë hedhur mbetje të gjithë farëllojshme, duke filluar nga shishet plastike deri te mbetjet spitalore që rrezikojnë seriozisht shëndetin e qytetarëve. Këto mbetje janë hedhur fare pranë rrjedhës së lumit Mat, duke u shndërruar në problematik madhore për shëndetin e banorëve të zonës dhe biodiversitetit të lumit. Më tej, këto mbetje përfundojnë në brigjet e detit Adriatik, ku shtetet fqinje si Kroacia kanë ngritur disa herë alarmin se shishe plastike me etiketë të shkruar në gjuhën shqipe kanë përfunduar në bregdetin e tyre. Por rrjedhoi, banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga autoritetet për pastrimin e zonës dhe vendosjen e kontejnerëve për depozitimin e mbeturinave. Historianët po i kushtojnë një vëmendje të veçantë fortifikimit i lirë të Komlikut në Lezhë, muret rrethues të së cilit datojnë në shekullin e 5 para erës sonë. Historiani Paulin Zefi thotë se në këtë zonë ka pasur jetë aktive deri në mesjetën e hershme, bazuar në fragmentet prej qeramike të zbuluara gjatë gërmimeve. Fortifikimi i lirë i Komlikut në fshatin Ugrej të Lezhës po tërheq gjithnjë më shumë vëmendjen e studiuesve për vlerat e tij të rralla historike. Sipas të dhënave të evidentuara në terren, muret rrethuese datojnë në shekullin e 5 para erës sonë, ndërsa gjetjet arkeologjike të periudhës së bronzit dëshmojnë për një histori shumë më të hershme, 3000 deri në 3500 vjet. Historiani Paulin Zefi thotë se në këtë zonë ka pasur jetë aktive deri në mesjetën e hershme, bazuar në fragmentet prej qeramike të zbuluara në sipërfaqe. Ky është një sit arkeologjik shumë i rëndësishëm, por nga ana tjetër shumë pak i njohur, edhe shumë pak i përmendur në literaturë, ka vetëm 3 studime të përcipta që lidhen me këtë fortifikim. Tani lind nevoja se këtu të zhvillohen ekspedita arkeologjike dhe krahas tyre, në njëjtën kohë, përveç se do zhvillohen ekspedita arkeologjike brenda dhe jashtë mureve fortifikuese, duhet të zhvillohet ekspedita arkeologjike edhe pranë këtij fortifikimi, sepse këtu ndodhet edhe nekropoli antikitetit dhe që është përdorur edhe në antikitetin e vonë shekullit e 5-6. Historiani thotë se muret ruhen më mirë në pjesën perëndimore, ndërsa shton se turistët po tregojnë gjithnjë më shumë interes për këtë zonë. Muret aktualisht ruhen më mirë në pjesën perëndimore, ruhen zhurmët e 2 portave, ruhen zhurmët e paktën 10 kulleve, jo plotësisht të lezetshme, por ruhen relativisht mirë. Gjatësia e mureve është 60 metër, ndërsa gjerësia e tyre shkon 45 deri në 50 metër. Pra, mbulon një sipërfaqe, këto muret qarkojnë një sipërfaqe rreth 0.2 hektar, ose 2 dynim, mjaftueshëm për të kryer idenë se këtu kemi të bëjmë me një qytet të rëndësishëm fortifikim, por një qytet të fortifikuar të periudhës antikitetit shekullit 5-4 para Krishtit dhe pikërisht në territorin e fisit i lirë të Pirustëve. Ekspertët kërkojnë gërmime sistematike dhe ndërhyrje konservuese për të përcaktuar më saktë kronologjinë e sitit dhe për ta shpallur atë monument kulture, duke e përfshirë në trashëgimin kombëtare. Jemi në këtë lajm të fundit nga Hungaria. Vendvotimet për zgjedhjet parlamentare në Hungari janë mbyllur teksa dalja në votime ishte më e larta ndonjëherë. Gara kryesore zgjedhore ishte mes kryeministrit aktual Viktor Orban, që është 16 vjet në pushtet, dhe udhëheqësit opozitar Peter Magyar. Qendra e votimit u mbyllë në orën 19:00 dhe dalja ishte 77.8%, gjysmore para përfundimit të procesit. Kjo shifër shënon rekord të ri, pasi dalja më e lartë më herët ishte regjistruar në vitin 2002, kur kishin votuar 70.5% e votuesve. Rezultatet paraprake pritet të dalin pak pasi të mbyllen vend votimet, por nëse gara
është e ngushtë, fituesit mund të mos shpallen derisa të përfundojë numërimi i të gjitha votave deri të shtunën e ardhshme sipas zyrës kombëtare zgjedhore. Zgjedhjet hungareze po vëzhgohen me kujdes nga Kievi dhe Moska, si dhe nga Bashkimi Evropian, teksa presidenti amerikan Donald Trump ka ofruar mbështetje për Orbanin, i cili ka mbajtur lidhje të ngushta me Rusinë dhe pasi Moska nisi pushtimin e Ukrainës në vitin 2022. Sondazhet kanë sugjeruar se partia konservatore pro-europiane Magyarit, i cili ka premtuar ndryshim të sistemit, po udhëheq dukshëm ndaj partisë Orbanit, Fidesz. Të dyja kampet kanë bërë akuza për ndërhyrje të jashtme gjatë fushatës në Hungari, që ka 9.5 milion banor. Në garë po marrin pjesë vetëm 5 parti, më së paku partitë pjesëmarrëse në zgjedhje, që nga demokratizimi i Hungarisë në vitin 1990, pasi disa parti janë tërhequr nga gara për të rritur shanset e fitores të partisë Tidza. Orban, 62 vjeç, po synon mandatin e 6 radhazi si antar i BE-s. Ai ka arritur të bllokoj apo zbuz shumë vendime të BE-s për sanksione ndaj Rusisë, pasi Moska nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në vitin 2022. Po ashtu ka penguar disa vendime për mbështetjen e BE-s për Ukrainën. Magyar, 45 vjeç, hyri në skenën politike 2 vjet më parë, duke fituar mbështetje në mes të një ngërçi ekonomik. Udhëheqësi i partisë Tidza, Peter Magyar, u ka bërë thirrje hungarezëve që të rimarrin atë dheun për të konfirmuar vendin e Hungarisë në BE dhe ka premtuar se do të luftojë korrupsionin dhe do të ofrojë shërbime më të mira për qytetarët. Orban në tubimet zgjedhore ka paralajmëruar që të mos vihet gjithçka në rrezik, duke bërë thirrje që të mbrohet ajo çfarë kemi arritur deri më tani. Kryeministri hungarez e ka bërë Ukrainën temë kyç të fushatës së tij, duke e paraqitur këtë shtet fshinj që po lufton kundër pushtimit të nisur nga Rusia si shtet armiqësor ndaj Hungarisë. Ai po ashtu është zotuar se do të vazhdojë shtypjen ndaj organizatës të rreme të shoqërisë civile, gazetarëve të blerë, gjykatësve dhe politikanëve. Sipas organizatës Amnesty International, Hungari së bashku me Bullgarinë janë shtetet më të korruptuara të BE-s. Me këtë lajm të fundit kemi mbërritur dhe në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër mund të na ndiqni në faqen tonë Balkan Web për lajme të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.